herë të parë si aktivitet, pasi mendova që normalisht do aktivitet duhet të fillonte me emrin e flamurit, pa diskutim, aq më shumë në një institucion të tillë. Po patjetër. Por në atë moment, në çeljen e atij aktiviteti, unë nuk përzgjodha që të pranishmit të nderonin himnin e flamurit, atë që kemi zyrtarin, pra interpretimin zyrtar të himnit, por preferova që njerëzit të nderonin atë që ne njohim deri më sot si regjistrimin e parë dhe më të vjetër të himnit të flamurit, që është realizuar në New York në mars të vitit 1918. 1918. Po, dhe ky ishte himni të cilin do të thotë ky është realizimi i parë, ky është ekzekutimi i parë, regjistrimi i parë që është bërë në New York. Në New York, jo në Boston, 28 mars të vitit 1918. Është interpretuar nga Giuseppe Mauro, që ishte një tenor arbëresh i cili kishte shkuar në atë kohë në New York për të luajtur në opera, rolin e Otellos arbëresh. Po, në shfaqje me të njëjtin emërtim, dhe ai duke qenë se kishte patur kontakt me shqiptarët e Amerikës, një pjesë të cilëve më përpara kishte qenë vendosur në Bukuresht, ku Mauro i kishte njohur aty. Dhe bën të mundur regjistrimin e disa disjeve, të themi rreth 4 disje gramafoni, 5 disje gramafoni, të regjistruara në vitin 1918 dhe jo vetëm solo të tija, por njëkohësisht dhe duet me njëri nga nënshkruesit e Aktit të Pavarësisë, që është Spiridon Ilo. Pra kemi dhe versionin të himnit të flamurit të regjistruar nga të dy bashk, pra një interpretimi të dyve. Njëkohësisht kemi dhe regjistrimin të versionit solo të themi dhe me orkestër të Giuseppe Mauros. Stop, pritani se nuk mund të kaloj kaq lehtë. Domethënë, Niko, ti ke ekzekutuar në datën 27, të njëjtën gjë që bëri Mauro në 1918. Ajo është e para. Atë e kemi dhe vetëm Mauro dhe të dy me Spiridon Ilo. E ka kënduar Spiridon Ilo. Po, e ka kënduar Spiridon Ilo, duke mbajtur zërin e dytë në interpretimin. Pse mo, ishte po se gjithnjë kur interpretohet ka dikush i ka zërin e parë dhe dikush i ka zërin e dytë. Jo, këtë ditë po te himni flamurit, për shembull, kjo është me kështu me duet, domethënë. Po, me duet. Domethënë himni flamurit duet, me thënë drejtën për herë parë e dëgjoj këtë. Tani e u ekzekutua në datën 27 kjo? Po, ajo vendos në normalisht në mjetet e sotme digjitale, pasi ajo është digitalizuar nga... Se kemi e ke aty në celular? Për momentin jo, kam vetëm, mund të kem vetëm imazhin e tabelës së saj, por që kjo ishte thjesht pjesa e saj. Domethënë interpretimi që unë mendova në momentin që muzeu bën aktivitetin e parë të tij, hajt japim qasjen që të kemi për herë të parë shumë gjëra të tjera bashkë. Pra në momentin e aktivitetit të parë që çeli si parin e... Ku është Niko Kotherja, çdo gjë është për herë të parë, po kjo më habiti. 1918 është ekzekutuar himni. 28 mars. 28 mars. Sipas informacionit, apo thjesht pa ndonjë. Sipas informacionit që un kam arritur të siguroj nga arkivat e kompanisë Victor, që ishte kompania diskografike ku është regjistruar ky material, të cilët e kanë cilësuar në bazë të shënimeve që ata kanë padur, që ky regjistrim është kryer në datën 28 mars. Do të thënë filmtari pavarësisë Spiridon Ilo, për gjithë ata që nuk e dinë, përveç se do të thënë një nga ata, po themi, inspiruesit, një nga ata që sponsorizuan madje ngritjen e flamurit dhe shpalljen e pavarësisë, dhe njëkohësisht kushëriri i parë i asaj që ka qëndisur flamurit. I Marigos. Por jo, po edhe këngëtar. Edhe këngëtar. E këndoj himnin e flamurit. Me qenë se po qëndrojmë pak te Spiridon Ilo, ai përtej regjistrimeve që ka bërë te kompania diskografike Victor dhe Columbia, në vitin 1923 është shqiptari i parë që themelon të parën shtëpi diskografike shqiptare, dhe kjo ka ndodhur në vitin 1923 në New York në emërtimin Albanian Phonograph Records dhe me titullin e madh Albanian, tabelat të cilat ishin ngjyrë të kuqe, dhe ai ka prodhuar aty rreth 17 pllaka, të cilat janë të parat prodhimtari diskografike e një shqiptari. Deri në atë moment shqiptarët kishin regjistruar në kompani të ndryshme dhe ai mendoi që të jepte një qasje shqiptar. Domethënë filmtar pavarësisht kishim edhe një këngëtar. Po. Mbase mund të kishte më shumë se një, se nëse kemi parasysh që kush është këngëtar tjetër? Ja t'ju sqaroj sepse nëse kemi parasysh që Akti i Pavarësisë ka 6 korçar që kanë nënshkruar, tek 6 këndore nuk ka korçar që të mos këndojë, kështu që ore si Spiridon Ilo po them unë pa. Po, të paktën Spiridon Ilo ne kemi të faktuar dhe dokumentuar që interpreton dhe si tenor dhe si bariton ato